fillimisht për shkak e para për shkak të mënyrës se si është trajtu bartja drejtës pronësisë prej gjeneratës në gjenerat, mandej pjesa e problemeve të shitblerjes, pjesa tjetër e mungesës e dokumentacioneve për të dëshmuar drejt që personi i cili pretendon që e ka një pronë dhe është pronë e tij, mirë po është edhe pjesa tjetër e kozgjatjes në përgjykatat e këtyre kërkesave apo padive cilat iniciojnë për vërtetimin e pronësisë. Çka është fakti që ne si organizat që nga viti 2007, kur kemi fillu me funksionu si organizat vendore, sepse paraprakisht kemi funksionu si organizat e huaj dhe kemi ofru po të njëjta shërbime, kemi rastet në proces, pothuaj që nga viti 2007, të papërfunduara, cilat tu kanë marrë epilog. Shumëtën e rasteve na është dashur të bashkëpunojmë ose gjejmë format e bashkëpunimit për të pasur qasje në dokumentacione, cilët sidomos pjesa e dokumentacione në pjesë e konsiderueshme është marrë, është qunë Serbi, tash është bën një marrëveshje, po prapë se prapë mungojnë dokumentet për të dëshmuar këto për të pasur një proces të drejtë gjyqësor. Por është edhe pjesa tjetër, kur kemi të bëjmë me pjesën e trashëgimisë, fatkeqësisht shumëtën e rasteve edhe këtu gjykatat po neglizhojnë ose po marrin shumë kohë që ti trajtojnë këto raste. Ne të thonë, unë personalisht kam marrë me një rast 14 vite vetëm për një drejtë. Drejtën e trashëgimisë cilën e ka të garantuar si vajza, si djali. Dhe është dashur 14 vite, 3 herë është dashur të shkojë në shkallën e dytë dhe të kthehet mbrapa derisa të merr një epilog. Kjo është edhe një mesazh edhe për gjyqësorin, sepse pavarësisht se shkalla e parë gjykata po e bën punën e vet deri diku, po ne kemi kritika shumë vaj edhe në gjykatën e apelit, shkallën e dytë, e cila realisht nuk është duke nxjerrë ora gjykime meritore për të krijuar praktika të mira ose për të dhënë epilog një procesi gjyqësor, në mënyrë që të mos të zgjatet një proces gjyqësor, qoftë në aspektin e drejtës së pronës, sepse vërtet këtu kemi shumë probleme. Kemi problemet më të mëdha shfaqen në ato raste kur gjatë periudhës komunizmit qytetarëve janë marrë tokat nga shteti dhe ju janë dhënë o shteti i ka marrë o ju ka dhënë personave të tretë dhe këto procese është vërtet shumë vështirë që të trajtohen sepse janë shumë të komplikume. Akoma nuk kemi një rast i cili ka marrë një epilog. Do që nga viti 2007 kemi diku një 25 rastet ngjajshme, që pak ka dallim, por thelbi i procesit, thelbi i problematikës është i njëjti dhe akoma nuk ka epilog. Dhe kjo është vërtet shumë e dëmshme, sepse e drejta mbi pronën është e drejtë e shenjtë dhe e drejtë e garantuar edhe me kushtetutë. Prandaj i ftoj qytetarët që pavarësisht organizatave jo qeveritare që ne ofrojmë këto shërbime, ta shfrytëzojnë drejtën e ndihmës juridike dhe ta kuptojnë ndihmën juridike si e drejtë kushtetuese, cilën ja u garanton kushtetuta. Ndihma juridike është kategori kushtetuese ekskluzivisht për qytetarët që të kenë qasjen e drejtësisë. Thatë prej viti 2007 janë disa për raste. Nga viti 2007. Pas ka kohë, për besaj, 20 vjetë. Po. Mrena kohës të arsyeshme, po? Po, mrena kohës. Po, si pas standardit ton, praktikës ton, që po e bëjmë, është mrena kohës të arsyeshme. Faleminderit shumë. Zonja Aliti, a ekzistojnë boshllëqe ligjore apo procedurale që kufizojnë të drejtën e qytetarëve për me përfitu nga ndihma juridike falas? Agjencia për ndihmë juridike falas i ka kritere, domethënë sipas ligjit që cilët persona kanë të drejtë përfitojnë nga ndihma juridike falas, mirë po ne si organizatë jo qeveritare nuk kemi kritere specifike për shkak se ne shërbimet ligjore apo ndihmën juridike falas e ofrojmë për të gjithë përfituesit tanë, pra që janë persona që kanë mbijetuar nga lufta, qoftë viktima dhunës seksuale apo edhe kategori të tjera që janë të traumatizuar gjatë luftës. Mandej kemi edhe kategori të tjera të cilët i trajtojmë apo i ofrojmë shërbime tjera, siç janë të burgosurit,
personat e riadësur apo të kthyer nga zonat e luftës, e po ashtu viteve të fundit kemi kriju domethënë edhe një ekip që jemi duke e profesionalizuar edhe më tepër atë ekip për ofrimin e ndihmës psikologjike dhe ndihmës ligjore për fëmijët që janë viktima të dhunës seksuale. Pra dhe kjo është një kategori mjaft e ndjeshme që dënë domethënë përveç ofrimit të ndihmës juridike edhe ndihmë psikologjike, kështu që ne si organizat i kemi kategoritë tona specifike që ju ofrojmë edhe shërbime të tjera ku ndihma juridike falas veç është pjesë e ekipit multidisciplinar dhe e ofrohet si shërbime. Kështu që sa i përket pengesave ligjore në përfaqësimin e tyre nuk kemi. Ne kemi të rastet, domethënë rastet penale, ku do çdo herë të angazhojmë një avokat të jashtëm, për shkak që kodi i procedurës penale e parashet qartë që përfaqësimi i palës së dëmtuar në procedurë penale do të jetë qoftë avokati i odës avokatëve apo mbrojtësi viktima, dhe në këtë rast ne kemi avokat me të cilët bashkëpunojmë, kemi kontrata domethënë të angazhuar me punë specifike pra përfaqësimin e tyre, kështu që kjo ka qenë fillimisht pak një pengesë për shkak që siç e dim domethënë një kosto e pagesës një avokatit nuk është e lehtë dhe nuk është e mundshme ndoshta çdo herë për mia dal për me dërgu një rast deri në fund. Megjithatë jemi munduar, kemi bërë përpjekje dhe e kemi arrit marrëveshjen me disa avokatë që bashkëpunojmë, edhe të njëjtit janë duke u trajnuar edhe më tepër, sidomos në fushën e krimeve të luftës, ku edhe janë duke i përfaqësuar rastet në gjykat sipas autorizimeve që jep organizata në bashkëpunim me të mbijetuarit e dhunës seksuale. Zënë Reznici, apo arrin ndihma juridike falas të shndërrohet në një mjet real për drejtësi dhe barazi për të gjithë? Dhe çfarë hapash sipas jush konkretisht duhet merren në nivel institucional dhe shoqëror për të përmirësuar qasjen drejtësi përmes ndihmës juridike falas? E para, po, konsideroj që përmes ndihmës juridike falas, me gjithë këtë angazhim që bëhet prej agjencisë, prej organizatave, arrihet që me mbrit e grupet e ndjeshme. Arrihet që me mbrit e ka qytetarë cilët në rrethanat e tjera nuk do të kishin mbri që me inicu rastet e tyre për me ndjek drejtat e veta. Megjithatë, a është e mjaftueshme, çdo herë mundemi me thonë që jo dhe ka ende punë për më bo. Prej gjithë neve këtu fillimisht në aspekt të kësaj që ndoshta edhe sonte bojmë edhe këtë javë krejt në aspekt të rritjes së vedijes të qytetarëve për këtë mundësi që e kanë, sepse nëse i shohim edhe studimet që bëhen në vazhdimsi në lidhje me këtë çështje, qytetarët nuk janë mjaftueshëm të njohur me këtë mundësi që e kanë për sa i përket përfitimit të ndihmës juridike falas. Madje nëse flasim në veçanti për shembull për gratë, është dikun për një studimi para disa vitesh që është bërë, rezulton që rreth 51% e grave veç e dinë që mundën me u drejtu dikun në aspekt të kësaj situate dhe jo të gjitha prej këtyre pastaj e ndjekin atë rast sepse nuk janë të bindura që mujnë me realizuat të drejtën e tyre, përkundër që ndoshta kanë arrit me kuptu që mundet me qenë një institucion që mund t'i drejtohen. Prandaj është shumë e rëndësishme që me u punu në drejtim të ngritjes së vedijes dhe të forcimit të besimit të qytetarëve. Dhe këto mundemi me bo për mos më kthy prapë te para, domethënë për me pas institucione të pavarura, por padyshim edhe me pas institucione që ofrojnë shërbime cilësore. Dhe në këtë formë kjo bëhet vetëm përkrahjen e duhur të në rastin konkret fillimisht të agjencisë për ndihmë juridike falas,